Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. A është i sinqert personi i zemrës tuaj me ju? A është i sinqert personi i zemrës me ju? A është i sinqert? Po, është shumë i sinqert me ju. Ju do të filloni një kapitull të ri me këtë person. Ky person ka pasur zhvillime në jetën e tij, por shumë shpejt do një takim serioz. Ty të do me shumë pasion, të do shpirtërisht, të do të krijoj një jetë të re me ty, do të jeni të lidhur për gjithmonë. Rrota e fatit tregon që ky person do një transformim të jetës së tij. Do të ndryshoj komplet jetën e tij me ju. Sepse katra e shkopive tregon që bashkë me ju, ky person do të ndërtoj një familje në themelet e forta. Katra e shkopive tregon themelet e forta që do krijoni në këtë familje tuaj, në këtë shtëpi të bardhë paqësore. Dhe jeni shumë falenderues dhe mirënjohës universit për këtë shtëpi paqeje. Fal punës që po bën, ai është ashtu si punon, ashtu do i rrjedhin monedat në jetën e tij. Është shumë i apasionuar me ju, shumë i dashuruar, dhe këtë pasion dhe këtë dashuri ai u shpreh me vepra, jo me fjalë. Sepse tek ju ai ka gjetur paqen, ka gjetur një femër shumë paqësore, të zhytur në këtë paqe, në këtë mirësi, në këtë dashuri. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me peshoren, me demin, me binjakët, me ujorin, me vigjëreshën dhe me shigjetarin. Kurse me shenjën, me gërmat e alfabetit të emrave apo të emrave tuaj, mund të rezonoj me gërmën H, gërmën Z, gërmën S, gërmën Y, Q, gërmën M, G, Zh, K, N, R dhe gërmën D. Faleminderit shumë, miqtë mi. Taroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.